Babe e bie shfaqen të dy ata duken kaq të lumtur pranë njëri tjetrit. Lunushi tashme është rritur dhe e ka praktikuar me mire notin në pishinat dimërore ku tashme ajo po bëhet gati për të notuar në bregun e detit me babi Luizin dhe mami Kiaren. Familja Eli këto kohë ka qenë e angazhuar me filmin dhe nuk kanë qenë shumë aktiv në përditshmëri. Arsyeja e vetme është sepse distanca ku po transmetohet filmi ka kaluar kufite e Shqipërisë duke u transmetuar në vendet e Europës ku çifti Eli është munduar here pas here të jetë pjesëmarrës, por sërish me rikthimin në Shqipëri ata e kanë gjetur kohën për njëri tjetrin duke i dhënë kohë daljeve me të voglen dhe relaksit me të duket se çdo gjë mes çiftit tashme me rritjen e Lunushit po merr një formë të bukur sepse Lunushi ka filluar të kuptojë dhe reagon si e madhe. Duket se tashme guides së transmetimit po i vjen finishi dhe po kthehet tek normaliteti ku çifti tashme do të jetë në Shqipëri dhe jo më nëpër Europës siç benin që nga fillimi i transmetimit e deri në ditën e sotme. Çdo pjesë e filmit është përcjell me emocion dhe dashamirë. Si ky film u pëlqye nga çdo pjesëmarrës ku ka pasur dhe nga ata pjesëmarrës të cilët e kanë ripar nëpër kinema filmin, si dhe nga ata simpatizantë të çiftit Eli të cilët e kanë blerë një numër të konsiderueshme të biletave të filmit. Kjo është mese normale që diçka e realizuar me kaq mund pikërisht nga çifti Eli të rezultojë një super projekt dhe kjo e bën çiftin Eli që të ketë mundësi edhe të nxitet më shumë për të realizuar dhe projekte të tjera më të bukura dhe më të mëdha. Ky nuk do të jetë thjesht një projekt, por ky është një start super i fuqishëm ku do të përcjell të publikun një falënderim për çdo person që e ka mbështetur dhe e ka suportuar Luizin dhe Kiaren që nga dita e parë dhe deri më sot ka nga ata njerëz që kanë qenë aq dashamirë sa që kanë prerë dhe bileta nga vendet që nuk është transmetuar filmi për të parë kinemate e vendeve fqinje të cilat janë befasuar se sa shumë fansave. Dashamirë sa ka ky film i ri, ne i urojmë suksese bërëqet e dashurit çiftit dhe qofshin të lumtur pranë njëri tjetrit. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.